Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonte me ne është Lucy Braçe, avokatja jon, shumë e njohur. Lucy, mirë se erdhe në Albanian Oda Podcast. Faleminderit për ftesën dhe mirë si u gjeta. Lucy, do fillojmë, unë kam qef filloj nga fëmiria hershme, kështu që të njohim pak më shumë. Ne e dim që Lucy është një avokate shumë e suksesshme këtu në Toronto, ose ma mirë më thonë Mississauga, Oakville, gjithë në GTA, por ta njohim Lucyn pak kur erdhi Lucy në Kanada, por do filloj me fëmijën hershme sepse unë si shqiptar nga Kosova gjithë më intereson se si ka qenë eksperienca të rritësh në Shqipëri në atë kohë, se ne, si që dini shqiptar. Ku ka jetuar Lucy? Okej, kam jetuar në Durrës, kam lindur dhe jetuar në Durrës, kur ka qenë sa po ishte futur demokracia. Kam ardhur në Kanada në 2001, por në Shqipëri kam jetuar deri në klasë të 7. Jam edukuar deri në klasën e 7. Kam qenë unë, mami, babi dhe imva. Do më ju keni ardhur komplet vitin 2001 këtu. Ne kemi ardhur të 4 në 2001. Ti ke qenë, sa me thonë, 13, 14? 13-14 vjeqe, po. 13-14. O, për atë arsye anglishen e folë shumë vjerë. Futet nga njëra ai aksenti shqiptar, kur hyp stresi, po çdo gjë është okay. Do më ajo mosha është dikun nga mosha 13-14 fillon ku e ke vështirë me unë pak aksentin. Dhe moshën 12 vjeçare edhe mundesh me kap, po është një moshë ku fillon me ndru edhe zëri dhe ato. Po, edhe ajo ka qenë tamam mosha kryesore. Te mosha 14 vjeçe, si kur kam ardhur në Kanada, neve kemi ardhur në qershor, në korrik, nëse mbaj mend korrekt, kam qenë 15 vjeçe. Si tu ka duke e ndjesi kur e ardhur për herë të parë këtu? Me thënë të drejtën, unë isha shumë e gëzuar kur kam ardhur në Kanada. Eugeni vllai im nuk donte, sepse ai kishte krijuar shoqërinë e tij në Shqipëri, ishte edhe moshë më e madhe, ishte 17-18 vjeç në atë kohë. Edhe kishte jetuar rininë e tij, sapo kishte filluar, ndërsa për mua Kanadaja ishte diçka e panjohur, diçka që mezi prisja të vija. Nuk është se Shqipëria nuk më ka pëlqyer, por kam qenë e vogël, normal ishte diçka që mezi prisja ta ndjeja, ta shijoja, ta kuptoja, dhe ka qenë vërtet bukur. Po, arsyet pse babi, mami e këtu, e kanë diskutuar ndonjëherë me ju? Po, mami im ka qenë me një kompani angleze për shumë kohë në Shqipëri, ka qenë një kompani nafte, quhej Inkat, nga viti 94-95 deri ku ndrodhen trazirat në Shqipëri në 1997. Fatkeqësisht kompania iku nga Shqipëria 97-98, ndaj mami pastaj u punësua bashkë me babain tim, u punësua në një kompani libaneze, edhe kur u fut 2001, që u hapën rrugët edhe për kosovarët, ndaj kur ishin trazirat me gjithë Serbin, mami im ka pas kushërinë rumun këtu dhe i thanë, ti me profesion ke që mësuese angleze, kërkojnë shumë mësuese angleze, hajde në Kanada. Në ato kohë prindërit e mi donin diçka tjetër, sepse duke qenë që niveli jetesës jo që ra, po ndryshoi shumë me ikjen e kompanisë angleze, mami donte të vinte në Kanada, të fillonte jetën nga fillimi. Një jetë mendonte që do ta kishte më të lirë, më mirë, anglishtën e dinte, mendonte se do fillonte në profesionin e saj të parë, si mësuese anglishteja, edhe për fat ja doli. Ishte pak e vështirë në fillimet e para, po ja doli dhe sot e kësaj dite vazhdon të jetë mësuese anglishteja. Mësuese anglishteja. Po, sa vjeç kanë qenë prit në atë kohë kur erdhën? Mami mund të ketë qenë në fillimet e 40-s, domethënë mund të ketë qenë 41-42, babai mund të ketë qenë 44-45. Do të thotë të ri. Të rinj, shumë të rinj. Shumë të rinj konsiderohen. Tani të rinj, atë mamaja donte të vinte që në moshën 30 vjeçare, gjithmonë synonte Amerikën, që në vitet 90. Por familja, ato të vetat, kështu që nuk mundet. Ajo donte të largohej që në 1990 të shkonte në Amerikë, kur u hapën dyert, siç thonë në atë kohë. Po. Ma thuaj në kujtim të bukur të fëmijërisë atje.
Në Shqipëri unë kam shumë kujtime të bukura të fëmijërisë. Edhe sot e kësaj dite, sa herë që kthehem, edhe këtë i them edhe Ergestit, i më shoqi, sa herë që kthehem, më jep një nostalgji, se më kujtohet shtëpia e parë ku kam pasjetuar, ajo lagja ka qenë një kopsht. Ndjes pas kur jetoni me gjyshin edhe nënën nga ana mamit, edhe dilnin tek ai kopshti ashtu ka qenë si pak i shkatëruar, po aty kisha shoqet e mia, ishte nuk e di, dilnim, sa vinim nga shkolla, dilnim, luanim, deri kur dilte mami apo nëna na thriste nga balkoni, po ishte, domethënë ishim gjithmonë jashtë me atë shoqërinë. Liri totale. Liri totale, nuk kishe frikë se mund të rrëmbenin, apo jo frikët që mund të kenë prindrit tani sot e kësaj dite, ishte një liri totale, ndanim ato ushqimet me njëri tjetri, njëri merrte atë bukën me djath, tjetri merrte bukë djath domate, ke parasysh ato kanë qenë kora shumë bukura për mua. Edhe keni jetu në Durrësi është deti. Deti. Ne thëjmë Kosovë, afër detit, afër mbretit. Edhe ne ashtu e themi. Kështu që sigurisht i ke ikur në ato plazhet e ndryshme ku si ka qenë ndjesi kur verës ikni me fëmijën, se ndryshe kur shkon turist, ndryshe kur ti jeton aty, nuk e ke për nguti kështu me ikë në plazh, përgjithësi ikin nga koha mbrëmjes kur dielli nuk ishte shumë i fortë, e vinë ata simon banorët lokal japin një lami aty. Si të kujtohen ato plazha, si kanë qenë ato? Kanë qenë plazhe publike në fillim, kur vinin gjithë, jo vinin familjarë, të mblidheshim të gjithë, shkonim me kushërira, shkonim në mëngjes nga ora 8-9, ktheheshim nga ora 7-8, nëna me gjyshin na kishin përgatitur darkën, futeshim, laheshim. Ajo dita në plazh që kalonim ishte perfekte, sidomos kur shkonim me familje dhe me shoqëri të madhe. Se gjithmonë mblidheshim, sidomos të shtunave dhe të dielave, vinin të gjithë, ktheheshin se kishim njerëz në Tiranë, edhe më shumë kishim në Durrës, kështu që mblidheshim të gjithë në weekend edhe iknim. Lusim ke fol për gjyshin. Po. Kisha pas shef me ditë më shumë për bracin që ka pas një nickname, si thonë, si është historia e gjyshit? Gjyshi, ka qenë gjyshi nga mami. Nga mami. Nga qenë Konstantin Shandro, me mbiemër Shandro, ka qenë i lindur në Berat, donte të bëhej prift. Shkoi në Rumani, u fut me këto partin, po mësonte teologji, takoi në nëntime ndjes pas, edhe ju kthye ligjit. E la teologjin, u fut në ligj, u kthy në Shkodër, ku ka jetuar për 20 vjet, ku gjyshi ka qenë prokuror në atë kohë. Një nga prokurorët që, si të them, unë se kam parë asnjëherë në profesionin e tij, po të gjithë që kanë folur për të, kanë folur vetëm fjalë të mira. Dhe pastaj, nga prokuror, kaloi si gjyqtar. Dhe ka qenë shumë i drejtë si person, shumë personalitet i fort, po në të njëjtën kohë i butë, i drejtë, i mirë. Edhe ai më ka dhënë atë pasionin për të bërë avokate. Edhe më vjen keq se unë humba kur isha shumë e vogël, humba kur isha 13 vjeç, më vjen keq që ai nuk jetoi kurrë ose gjatë që të më shikonte të bëhesha avokate, por për mua kjo është një, si sa them unë, një lloj dedikimi ndaj tij, edhe shpresoj kudo që të jetë krenar. Ajo shumë ka më rëndësi dhe tash e kuptoj se si familje influenca ka ndiku gjyshi që ti të vazhdosh bësh avokate. Jam i bindur që do ishte shumë krenar. Shpresoj. Po mirë, këtu në Kanada kuptohet shkollën fillore vazhdove këtu, shkollën e mesme edhe na flet për ndjesinë e shkollimit kur erdhe. Unë erdha këtu në klasë të 7, të japi një test për matematike dhe anglisht, kalova direkt e vit parë gjimnaz, klasën e 8 se bëra, sepse normal edukimi në Shqipëri është pak më i avancuar, ndaj për matematikën që neve mësonim klasë 6, klasë 7, këtu mësohesh në vit parë gjimnaz. Për anglishte, nga që mami ka që mësuese anglishte, ishim gjithmonë në grup me anglez, anglishtën e kishim të thjesht, se gjithmonë fliteshe.
Do më e ke njohur anglisht në qysh atje? Po. Edhe në shkollë, kam qenë shkollë italiane, ku mësonim italisht edhe anglisht, kështu që plus që edhe mami që kishte kontakte me firmën angleze, gjithmonë kishim anglez në shtëpi, ku jetonim tek Vila Enver Hoxhës, Vila e vjetër Enver Hoxhës, tek bloku Vila Vendurës, Vila numër 5. Vila numër 5, po. Se te Vila numër 6 vinin politikanët. Te Vila numër 5 vinin gjithmonë anglez, vinte bosi kompanisë, të gjitha, kështu që në anglishte e dinim e kuptonim shumë mirë. Anglishtën domethënë nga Britania e Madhe. Bëra gjimnazin, bëra universitetin për anglisht italisht. Pastaj synoja ligjin, edhe më tha mami nga që nuk ja dola mbar, kur aplikova për LSATS, që është ai testi general që të bëhet, më tha mami shiko, të bësh mësuesërinë, të futesh në education, ta bësh si plan B. Ti vazhdo me ligjin, po të paktën të kesh edhe një profesion tjetër. Nëse s'funksionon me ligjin, ke gjithmonë profesionin tënd. Mbarova shkollën e mësuesërisë, se 1 vit ka qenë atëherë, te York University, edhe më doli për në Angli. Se e mora vesh në Angli mund të bëhesh 2 vjet shkollë, me që kisha mbaruar Bachelor of Arts edhe Bachelor of Education. Edhe domethënë mora acceptance në Queen Mary University of London për 2 vjet shkova dhe mendoja se do kthehesha në Europë, por no. U ktheve këtu. U ktheva në Kanada. Lusi pak për punën e avokatisë, do të bësh avokate në Kanada. Me sa di unë, më tregon se jam gabim, këtu duhet është një ligj që duhet të kesh një bachelor që të pranosh të studiosh për jurisprudencën apo. Në Angli nuk është kështu. Jo. Në Angli domon nga shkolla mesme, nëse ti i kalon testin si duhet, edhe të pranojnë për avokat. Kam dëgjuar ca çuna këtu kanë ikur e kanë përfunduar në Angli. Tash mos duket kjo e tepër ky sistemi që ti të përfundosh 3 vjet diku një bachelor, pastaj të futesh në avokati. Pse është kjo? Pse si mendon? Shiko, kur isha në Angli, ka qenë një vendim i një gjykatësi, Lord Denning, nëse nuk gaboj, që thoshte që avokatët, kur diplomohen shumë të rinj, domethënë në Angli mënyra se si funksionon është i mbaron shkollën e mesme, 4 vjet, edhe pastaj mund të aplikosh direkte për 3 vjet shkollë ligji, që quhet LLB. Pastaj, pas 1 viti, bën shkollën intensive të avokatisë. Por prapi, si për doktorat, si për avokatët, është po e njëjta gjë. Ndoshta me ndryshime të vogla, por prapi janë shumë të rinj kur dalin profesion. Dhe shumica, shiko, kur merr një bachelor që s'ka të bëjë me ligjin, të jep njohuri të tjera, të dish të komunikosh me njerëz, të hap botë tjetër. Të pjek pak. Të pjek më shumë. Edhe këtë thoshte edhe gjykatësi, Lord Denning, mendoj se ka qenë ai që thoshte i duhet avokatëve të mësojnë diçka tjetër që të dinë se si të flasin edhe të kuptojnë çështjen, sepse kur të jepet çështja, do të kesh edhe njohuri të tjera. Jo thjesht vetëm ligjin, duhet ta kuptosh personin, varet nga çështja, varet nga praktika që bën, qoftë praktikë civile, praktikë kriminale, varet. Prapi duhet kesh njohuri, jo thjesht me ke parasysh fokusuar vetëm tek ligji dhe ligji është çdo gjë. Mendoj unë, ndoshta kam gabim, por për mua, domethënë shkolla unë që kam bërë literaturë anglisht italisht, shkolla mësuesërisë më ka ndihmuar shumë si të flas, si të komunikoj, si të kuptoj njerëzit, si të ulem, të flas me njerëzit, si të di se si të reflektoj në gjërat që ato më thonë. O shumë e rëndësi këtu komunikimi në Kanada, sidomos literacy që quhet. Normal, po. Unë kur jam marrë këtu jam hapit sa rëndësi kushtojnë. Po, kur ndalesh me menu, jeta është komunikim. Po. Ku do që punon, çka do që punon, është komunikim. Unë mendoj që një avokat përveç që duhet të komunikojë mirë, është aja pjesa tjetër që di të shkruaj mirë. Po. Edhe ajo ka Simon, mi pas dyat me qenë, edhe një lloj aktori, po edhe një lloj skenaristi, sepse kur i merr me lexu, për shembull, verdiktet apo diçka, një gjuhë e cila përdoret, edhe pse ndonjëherë është shumë e komplikuar. Kjo ka të bëjë që duhet gjithmonë avokati të jetë i lexuar, si thua, ta njeh atë botën tjetër,
po jo vetëm ligjit, se janë ca gjëra që duhet të njohësh edhe jashtë ligjit që të kesh ndjesinë. Kjo shkolla e edukimit të ka ndihmuar si stamë. Patjetër, shkolla literaturës, literatura që kanë bërë në anglisht, literatura që kanë bërë në italisht, leximet e Dantes, s'po vjen tani Shakespeare-it, apo shkolla e edukimit që ketë bësh me nxënës, normal që influencojnë, sepse kur bën praktikën që bëj unë, njerëzit që të ulën përpara teje si klient janë nga të gjithë hapat e jetës. Domethënë mund të kesh njerëz super intelektual, mund të kesh njerëz që janë akoma të rinj, studenta, që do duan të dish se si ti flasësh. Ta kuptosh, për shembull në qoftë se kam një student apo një djalë apo një vajzë të re që është akuzuar me assault apo me violencë, normal, ku din ato se çfarë mund të ndodhi? Duhet të dish se si ti flasësh, duhet të dish se si ti edukosh. Edhe aty të vinë shumë gjëra, domethënë që shkolla, ndoshta nuk të mëson çdo gjë, po janë ato që ke lexuar, ato që ke parë, ato që ke komunikuar me profesor të ndryshëm. Edhe kjo gjë ka shumë rëndësi. Edhe mendoj që prandaj kam ndryshuar më shumë nga shkollat e tjera se sa nga shkolla e ligjit. Je avokate shumë e suksesshme. Kur e ke hapur firmën se mëne avokatisë? Sa ko? Firmën time e kam hapur në 2019, në qershor të 2019, ironike se kemi ardhur në qershor të 2001-shit. Po. Të 2019, po si avokate kam që në 2015. Një kohë ke punuar që të avancosh, se duhet mi kalu këto dhe junior derisa arrit. Kam pas punuar për një avokat criminal lawyer, ai ka qenë i njohur në downtown Toronto, ka pas firmën e tij. Aty kam bërë praktikën, kam bërë dhe 2 vjet eksperiencë, pastaj kalova si subcontractor me një firmë insurancësh, po aty unë thjesht isha avokatja vetme që merresh me imigracionin edhe me criminal law. Edhe pastaj, për shumë gjëra që ndodhen tek ajo firmë, për vetë faktin se ajo ishte targeted nga puna vetë që bënte, kishte edhe shootings që ka ndodhur për të. Ndaj saj, lëviza edhe kisha edhe influencën e Ergestit, se edhe Ergesti isha ai që shtynte, dil se e ke atë, domethënë je aft që të dalësh për veten tënde. Klientët e kisha, kështu që pse. Nga 2019 vetëm si senior lawyers i thonë në firmën tënde. Po. Dua ta di dhe besoj publiku do me di cilin ligje prakton si më thonë, what you practice? Unë merre me criminal law, merre me imigracionin, domethënë këto janë 2 degët që unë jam marrë gjithmonë. Pastaj, duke qenë që kam marrë eksperiencë nga criminal law, kam bërë pak family, domethënë çështje familjare, sepse kur je gjithmonë në gjykata të mëson se si të komunikosh me gjyqtarin, është thjesht duhet të dish se si të lexosh edhe ligjet e duhura dhe se si të përshtatesh çështjen edhe se si ta shpjegosh çështjen. Merrem edhe me çështje civile, por shumë të specifikuara, sepse çdo çështje, për shembull, çështje familjare të sjellin çështje penale, çështje penale të sjellin çështje familjare, pastaj ka çështje civile që vjen nga çështje penale, imigracioni është kudo. Edhe merremi dhe me real estate, që janë pasuritë e palundshme. Kjo është e fundit kjo. Kjo është e fundit që ka filluar nga Covidi, kjo është e fundit, po. Tash, je specializuar për criminal law edhe për imigracion. Unë du me ditë se si ndanë këto, se unë në karame nejtë me avokat, po është si me thonë doktor, po qëfar doktori je? Doktori je i mushkrive, apo i zemës, apo tash kjo the law, apo ligji, avokatia, jurisprudenca, ka departamente ndryshme, mund me qenë edhe, si thojnë këta corporate lawyer, që mirët për shembull me transakcionet e mëdha që bëhen, po sa dek datë, si ndatë kjo? Shiko,
ndahet nga praktika, por mënyra se si kam marrë deg që e di që lidhen me njëra tjetrën. Do me thënë, criminal law nuk marrë çdo çështje, sepse duhet të dish edhe kompetencën tënde dhe kohën që do t'i dedikosh një çështje. Në çështje penale që ke të bësh me klient që mund kenë akuza shumë të rënda, do me thënë kam punuar edhe me vrasje, në çështje që kanë të bëjnë me vrasje, tani sot e kësaj dita unë nuk i marr ato. Për vetë faktin sepse nuk mund t'i thuash ti klientit shko pranoje fajin se s'kam kohën të marr deri në gjyq. Më kupton? Janë çështje që duhet të dedikosh me orë të tëra. Kështu që me imigracionin marr çdo lloj çështje që ka të bëjë me imigracionin. Nga një viza që është simple, vizë turisti, deri tek në qoftë se je të ka përgatitur shteti për të dërguar mbrapsht, që del përpara federal court. Që i thojnë deportation. Deportation. Po. Derisa kalon në deportim, edhe duhet të dalësh përpara federal courtit. Me çështje penale jam shumë selektiv, po prandaj kam hapur edhe deg të tjera, sepse sot e kësaj dite unë them, nuk është e nevojshme që të marr këtë çështje, por kam kompetencë për të marrë një çështje që ka të bëjë me family law, çështje familjare, apo me çështje civile, apo me real estate. I jap vetes shumë hapësirë për të marrë çështjet që unë edhe i di se si ti bëj, po në të njëjtën kohë nuk më stresojnë në maksimum. Do me thënë që, ligji vjen me stresin e saj, po nuk është se them, si, a doja dalë, as doja dalë në banë. E di se çfarë do ndolli, ose e shikoj se çfarë do ndolli dhe e përgatis klientin. Do me thënë, e kam atë sigurin edhe konfidencën që doja dalë. Tash, po kthehem te imigracioni. Di do të pyes pafund, se unë mendoj që është edhe një interes për çdo shqiptar që na ndëgjojnë, besoj që do të na ndëgjojnë, që kem probleme me këto vizat, bashkimi familjar, këto ja i ka negativ dikuj që nuk mund të vazhdoj, ose don me sjell një student me marrë për vizë, ose punëdhënës si dojnë me marrë. Kjo është fushë e gjerë imigracioni. Shumë, edhe sa po vjen edhe po komplikohet. Në qoftë se më përpara mund të sillje, mund të sponsorizoje vlla e motër, tani mund të sponsorizosh vetëm nënë e gjysh, mamë e bab, ose shumë e limituar për vlla e motër, shumë e limituar. Domthon, është shumë vështirë, si më thonë, mund ti, këtë rast unë, mund me bëni ftesë. Kaq. Vetëm ftesën e dërgoj, se ata thonë ma çon një vizë, kjo si me thonë, kërkesa klasike, ose një garancion si kanë qenë në atë kohë në Zvicër. Duhet të di publiku që ne nuk mundemi këtë rast as ju si avokate mi dhonë dikujt vizë apo mi dhonë garancion. Ne e bëjmë një ftesë, këtë rast vim tek ju e notarizojmë për shembull, edhe ajo ftesë ikën në imigracion, i takon personit atje në Shqipëri apo Kosovë kudo që të plotësoj dokumentacionin e duhur edhe ta dorëzoj. Domthon, ajo vizë është në dorën e fatit të oficerit në Vjenë apo kudo që është ose në Rom. Po tash, ai dokumenti që duhet notarizohet, ato e bën ti këtë rast. Edhe i parashton kërkesat, cilat për çka e ftojnë personin. Nëse unë dua ta ftoj motrën time, a duhet unë t'i tregoj që do të paguaj rrugën, fjetjen, domthon i ka të sigurta, ja do më marrë një vjet se unë du me përmend këtë rast. Fatkeqësisht motrës time nuk i dhan vizë. Këtu edhe djetë kur kishim vajzën Adena Gocën, dohet vinte motra si motrë, na ndihmon të kuptimin, një gatim, një tjetë aty si familje, nuk i dhan. U mërzitëm shumë, edhe nuk vinte me punu këtu, as me babysit, si thonë, me pa me rujtë fëmijë, se ishte Mireta, ishte në shtëpi, bashkëshortja. Po, kjo ishte një diçka që neve na bëni shumë keq mundi, edhe unë e kuptoj që i kanë shumë kushte ata për të ardhur. Po tash, jashtë kësaj ftese, çka duhet tjetër që, si më thonë, ndihet oficeri, i sigurt më thonë, ky person e vlen me arë këtu edhe do kthehet.
çka janë ato mshëtësitësi, me thonë, ose se ne nuk e dim këtë, gjithmonë mos po gaboj këtu, po qa duhet kjo, pastaj është një lloj konfuzioni, edhe pse mund më fut mi lexu, po ka... Normal. Po. Shiko, sepse njerëzit kanë këtë kish kuptimin që është ajo letra garancisë. Nuk është vetëm letra garancisë. Do të thënë ti mund të kesh një person që të garanton, që thot, okay, personi do vi do ri me mua, do ta marr, do t'i marr përsipër ato gjërat ekonomike, të gjitha, por personi që fton duhet të ketë të ardhura. Të ardhurat e tyre në Shqipëri apo në Kosovë, kudo tjetër që mund të jetë në botë. Mbi të gjitha duhet të tregoj që ka një punë që është arsye për të kthyer, familjar që janë arsye për të kthyer, ka fëmijë apo ka prindër. Do me thënë, në qoftë është një testament që kanë lënë prindrit, apo neve quajmë power of attorney, që është si prokur, që thot në rast se mund të jemi smur apo e sëmur, kam vajzën apo kam djalin, personin që do të kthehet në Kanada, që tregon që për çdo gjë, ky person që po vjen në Kanada, do kthehet, nuk do ri këtu. Këta kanë frikë që ti do të vish tu, edhe do rrish, ose do deklarohesh refugjat. Edhe ai është problemi, sidomos vizat janë bërë të vështira jo vetëm për Shqipërinë, janë bërë të vështira për çdo vend. Sepse tani me imigracionin po limitohen sepse historia apo eksperienca ka treguar që njerëzit hyjnë si vizitor, deklarohen refugjat. Ndaj oficerët kërkojnë më shumë se sa një garanci. Garancia nuk është asgjë. Sepse ti mund të vish edhe me turizëm. Kur vjen si turist, nuk tregon që ke një person që do të garantoj ardhjen. Thjesht do të tregosh që do kthehesh mbrapsht. Sepse ke arsye për të kthyer mbrapsht. Ke familjen tënde, ke punën tënde, nëse ke punë, ke shumë lekë në bank, ke toka, doesn't matter, duhet të tregosh arsyet për të kthyer. Do të thot, me rëndësi është gjithmonë personi që aplikon nga atje, se personi që është këtu i ka dërgu atë ftesë. Patjetër, po. Pa marrë parasysh pozita juaj në këtë rast këtu, ekonomike, apo ku do që djesh, me rëndësi është personi që aplikon. Po, nuk ka rëndësi se çfarë statusi ka personi që e garanton për ta sjellur në Kanada biles, duhet që të paktën personi që po vjen të ketë të ardhura më të mira, të tregoj që ka lekë në bank, sepse supozohet që edhe ai person ose ajo person duhet të tregoj arsyet pse po vjen. Për shembull, nuk është vetëm garancia, është edhe purpose of visit, arsyeja pse po vjen. Pse po vjen në Kanada? Për çfarë arsye? Për sa do rish? Ku do shkosh? Domethënë, nuk është vetëm ajo letër, janë shumë dokumentat, edhe personat e shikojnë, hapin për shembull website-in, edhe bëjnë vetëm ato që thot website-i, po nuk është çdo gjë ajo që thot vetëm website-i, sidomos edhe personat që kanë histori të refuzuar, që janë refuzuar. Nëse refuzohesh herën e parë, okay, edhe mund t'ja dalësh herën e dytë, por nëse refuzuar herën e parë, herën e dytë, ke hedhur një aplikacion për vizë studenti, refuzuar prap, atëherë nëse ta hedhësh prap për visitor visa, edhe të refuzohet, se s'bën duhet ta çosh në Federal Court. Sepse nuk ka apelim. Kush e çon Federal Court? Avokat. Domthon, në këtë rast, nëse nuk i kanë dhënë vizën, ta them motrës time. Po. Edhe I'm trying to make a point, si thonë në anglisht. Po. Dua që patjetër t'ja bëj disi, në këtë rast bëj vitet, du si thëmë, ma bë vizën. Ma bë, edhe ne e vazhdojmë shkojmë deri në instancën me lakë. Po jo, mund ta bësh vizën, se ka ndodhur 10 vjet më parë, mund ta bësh vizën, po prapi duhet të japësh arsyet pse është refuzuar herën e parë. Prandaj duhet avokat ose konsultant apo paralegal, sepse duhet të bëjnë çështjen përpara oficerit. Nëse motra është në Kosovë, është përpara Vienës, oficerit në Vjenë. Nëse është në Shqipëri, përpara oficerit në Rom. Kështu që duhet ta bësh çështjen të thuash, këto kanë qenë refuzimet, arsyeja pse është se s'kam dhënë dokumentin e duhur, nuk kam ditur të tregoj këtë, kam aplikuar për veten time. Ka dhe gabime në aplikacion. Normal që ka gabime, Edhe gjithmonë kur bëhet për herë të dytë duhet të shikosh aplikimin e parë sepse nuk duhet të japësh misrepresentation, sepse po dhe informacione, për shembull, ka thënë, po kam qenë akuzuar, edhe pastaj thua jo s'kam qenë akuzuar, imigracioni ka të gjitha shënimet. Edhe thotë i ke thënë që ke pas një criminal charge, tani thua që s'ke.
kjo është një kurs që shumë njerëz nuk e din, pika para ato aplikacionet janë kështu një trishtim shpirtëror kur I merr një pat. Atë lodhin për zot, me qenë se bashortja ime I bën, I kanë shku për dorë gjithmonë edhe vetë kur ka aplikuar, kur ka qenë çike re, nuk e ka problem, po kësaj radhe e kishin komplikuar pak atë portalla, si me thonë, website me portale. Është overwhelming, është të garkon shumë, por edhe këto gabime gjatë procesit mujnë ekziston mundësia me humb drejtën e një vize, ndoshta për një gabim vogël. Po pyetja ime është, ka mundësi që oficerët gabojnë? Po patjetër. Prandaj çon në Federal Court, sepse tani kanë ndryshuar kohët e fundit që oficerët kur të refuzojnë të japin një letër që është pak më e detajuar më përpara, dhe kur motra jote ka aplikuar më përpara, arsyet kanë qenë shumë gjenerale. Nuk plotson kushtet, s'ke tendencë për të kthyer në vendin tënd. Mendojmë që ti do rish edhe do rish në Kanada për gjithmonë. Falë se lutem. Faleminderit, në? Më falë lutem, vazhdo. Do me thënë, ti do vish në Kanada do rish për gjithmonë, nuk e histori që ke dalë jashtë Shqipërisë apo jashtë Kosovës. Do kur s'ke dalë edhe ajo ndikohet. Ndikon jashtë mase, sepse në qoftë se ti del, tregon që kthehesh. Okay? Dhe kur kthehesh në Shqipëri, tregon që ti I ke, do me thënë, nuk e shkelur ligjin e imigracionit. Impresioni I parë gjithmonë më e rëndësishme. Po e marrë herën e parë vizën, dikund hapet dera. Po kur do humb kjo me viza për ne kështu? A do të shpëtojnë na shqiptarët nga kjo torturë, në thënë drejtë? Me shqiptari, aeroplanit dhe vjen të rëndur. Kur ti teket aty, kur është bileta më lirë? Si thua, do ta peritojnë jetën tonë era po? Po tani shpresojmë që kur të futemi në European Union, ndoshta, sepse shumë vende europiane, sidomos vendet perëndimore, ato futen thjesht me ETN, Electronic Travel Authorization, që bën kur ti aplikon e bën website, brenda 48 orëve, 24-28 orëve. Ajo është viza, më shumë e thon një lloj. Ajo është autorizim që të fut, por nuk të jep stresin e vizës. Ti thjesht do përgjigjesh disa pyetjeve dhe do futesh siç futen anglezët, siç futen italianët, siç futen kroatët. Vin let lehtësisht. Normal. Edhe kanë të drejtën të rinë 6 muaj. A janë gjitha shtetet e Bashkimit Evropian që futen apo kanë nga ato që janë në kategorinë tjetër? Ka ca që kanë limitet e tyre, për shembull Rumania ka ca limitet e pasaporta e saj, ka disa shtete që janë, po pothuajse shumica të shteteve perëndimore të Europës, po, lejohen. Atëherë ka mundësi edhe Shqipëria që... Po, shpresoj që po. Shqipëria, Kosova. Po, edhe Kosova. Për ne, për zotin, do vazhdoj kjo lufta, kjo betejë e madhe, po unë po them, edhe po shpresoj që të vjet dita të vinë shqiptarët, edhe shqiptarët nga Kosova, në Kanada në vizit, pa unë djetë të indimituar, pa u lodhë me këto, kisha nënë budalliqe që aq janë të lodhshme këto, aq I stresojnë njerëz. Se unë ka shok si do me marrë, thot ma qënë një vizet, po së qëj më vizë, unë ta qëj ftesën ty, vendos oficeri imigracion, e kur ta kuptojnë sa letra ta kanë me mbledh me dërgu, a lodhën, thot jo, më por. Tjetra, kur isha në Kosovë, ishia të ambasada Zvicrane në Prishtinë. Gjitha ato dokumente. Normal. Tortur, Lusi, se është një lloj poshtnimi, sigur se ju në tjertë muj më utu, po ju si jeni gati, po çka bëm ne më por tash, dej kur kështu. Dëgjoj, sepse fatkeqësisht varet edhe nga ekonomia e shtetit që aplikon, varet nga reputacioni që ka shteti, edhe duke ditur që ekonomia nuk ka qenë gjithmonë e fortë në Shqipëri, ka korrupsion, njerëzit më shumë nuk vinë për të parë, njerëzit vinë që të jetojnë për një jetë sa më të mirë, sepse niveli I jetesës nuk ka qenë gjithmonë I lartë në Shqipëri. Por unë I them edhe klientëve shqiptar që vinë tek zyra ime sot e kësaj dite, I them, që Kanada ka ndryshuar, unë nuk e di Kanada si bën një reklamim super
edhe sot e kësaj dite në Tiranë, ku shkojnë këto firmat e mëdhaja, nuk është vend shumë i mirë, në krahasim me shumë vende të tjera, por Nuk është si ka qenë. No, reklamimi që i bëjnë nuk përshtatet me realitetin. Edhe kjo është diçka që shumë persona duhet ta kuptojnë edhe fatkeqësisht e kuptojnë kur lëvizin këtu dhe thonë, po juve jetoni për të paguar bills, e juve jetoni shumë shpejt, nuk ndaloni, do me thënë... Ka problematika. Ka, edhe shumica dhe kthehen, ose haro. Ka dhe gata që kthehen. Unë kam pas, në 2 vitet e fundit, kanë qenë që kanë ardhur familjarisht, familje nga 4-5, nuk e kam përballuar dot, edhe çiftet e re nuk e kam përballuar dot, stresi i të përditshmes, edhe pse ishin me punë, por nuk i pëlqente që duhet paguajnë një mortgage, duhet të çohen shpejt, jeta kalon shumë shpejt në punë, nuk kanë kohë të relaksohen, nuk kanë kohë të marrin atë kafen që merr 2 orë për të marrë me thashë theme, apo këtu s'ka kohë. Po pra, moti është shumë i ftohtë, çdo gjë shpejt. Por ne jemi mësuar, ne jemi ambientuar, po për shumicën jo. Për shumicën. Edhe si vë faj, nuk e vë faj, sepse në Shqipëri nuk e ka atë stresin për të paguar mortgage, nuk çohesh edhe thua, duhet bëj kaq lek se në fund të muajit do jap pagesën $3,000 apo $4,000 për të paguar mortgage. Çdo gjë është e jotja. Mortgage për ata që nuk e kanë, du të thëmë është litarin fëti një borxhi të madh shtëpisë. Se s'po vjen fjala në Shqip. Jo, ervin si thojnë mortgage Shqip, me rata shtëpisë apo rata borxhit shtëpisë. Kamata shtëpisë. Po kamata ka të bëj me interesin. Po interes ka dhe nëse me një makinë. Principal. Unë prapë lusi do këthem tek imigracioni, se kjo është një temë që e di që e një shumë mirë. Tash, kem student visa, kem bashkim familjar, pastaj kem punëdhënësit që sjellin punëtor nga atje. Tjetër çka ka, më thuaj se... Ka nominim nëpërmjet provincës, do me thënë që prap ka të bëjë me punëdhënësin, apo ka bëjë me persona që janë edukuar në Kanada, ka deklarata si refugjat, ka sponsorizim si refugjat nga, për shembull, nga 5 persona apo grup me 5 persona, po ka si entrepreneur, ka business visa, jo business visa, startup visa. Ka startup visa, ka dhe self-employed. Por shumica këtyre programeve janë paused, që në 2024-2025, sepse imigracioni ka vënë një pause deri në 2027. Do bon, fare, nuk ka mundësi nga, disa nga këto që... Self-employed është paused, për shembull, është mbyllur. Ka qenë Atlantic program që ishte për provincat nga lindja, që pas një viti 2 viteve që jetojen atë provincë dhe punojen në një kompani që ishte certifikuar nëpërmjet atij programi, mund të merrje PR, permanent resident, në letrat e përhershme. Ama duhet patjetër të punoje 2 vjet atje. 1 vit o 2 vjet, po, varet. Ky ka qenë si më thon kushti. Po, kushti edhe merrje permanent rezidencën. Në Ontario, për personat që synojnë të vinë në Ontario, është bërë shumë e vështirë. Dhe tani, fatkeqësisht, njerëzit, edhe nëse vinë, punojnë edhe janë të sponsorizuar nga punëdhënësit, mund të punojnë 4, 5, 6 vjet, edhe nuk i marrin letrat, sepse nuk është vetëm nga punëdhënësi. Më kuptoj Lusin, ka të bëjë dhe nga njohuria anglishtes, edukimi i personit, mosha 45 vjeçë merr 0 pikë. Njohuria anglishtes duhet ta kesh më shumë se ç'duhet. A pas ka diskriminim moshë? Po ka diskriminim moshë, se s'bën, po ka. Se këta dojnë krapunë, të rinë. Po, të rinë. Po, kjo është e randa. Shumë e randa. Po, nëse donë, ja tash një kushërimi që jeton këtu, unë jam në Tirana, po ku do në Shkodër, jam në Prishtina, në Gjakov, jam dikun, edhe du me arë këtu. Tash i thomë, a i punëdhënësi duhet drejtohet të këty. Po. Edhe i plotson dokumentacionet që duhet, që pas ka dokumenta pa fund, pak a shumë, edhe ati i plotson ato dokumentat pa fund, për me ardhë këtu
për shembull me punu. Tash, ai duhet 6 vjet dhe nuk e ka të sigur që ai merr dokumentacion. No. Po pse kanë shtengu kështu? Ç'është kjo mëvet? Po sepse nuk e di, po limitohet, po fokusohen më shumë tek kanadezët, edhe permanent rezidentët që janë Ata në shugar Kanada. undermend. Po tani yra ndërmend. Edhe gjitha kjo, 2023 ka qenë vit perfekt për imigracionin. Ka qenë vit perfekt, 2024 filluan ndryshimet, për vetë faktin sepse kishte edhe oferta pune që nuk ishin të lishme, në sensin që Do të thotë ka pas këtë shpërdorime në këtë mes. patjetër, do me thënë vije, paguje një shumë të duhur, konfiguroje që kur përpunoje për këtë punëdhënës, normalisht, i jepje rrogën, ai të jep të rrogën, ti ja kthejnë kesh, do me thënë ka kesh përdorim edhe ligjet fokusohen tek ajo, por problemi është se duke qenë që po limiton kesh përdorjen e ligjit, apo të këtyre kontratave fals, po afekton edhe persona që vërtet punojnë. Do po Edhe gjatë kanë rrotimi punuar. edhe pengohet Shumë. edhe si më puna legjitime që ka njerëz që me të vërtet ka nevojë punëtor, edhe ka tjerë që ka nevojë me armë punë. Shumë. Hoqën pikët e LMI-s, për shembull nëse LMI Janë ato LMI. LMI është Labor Market Impact Assessment, kur punëdhënësi aprovohet nga Service Kanadaja, që thot po e ke të drejtën që ti të marrësh punonjës nga vendet e tjera të botës. Ajo ka pas qenë 50 pikë ose 200 pikë, duke qenë në kategoritë e duhura. Gjose ishte kategoria 00 që janë këta direktore, vice principal, merje 00, nëse ishte kategori tjetër 1, 2 ose 3, merje automatikisht 50 pikë. Ajo u hoq komplet. Edhe ja pren krahët shumë personave, për vetë faktin se ti ke persona që kanë punuar 2-3 vjet e s'marrin dot, kështu që po kthehen tek provinca, ke studentat, vinë studentat, mendojnë se brenda 5 viteve apo 6 viteve do bëhen permanent rezident. S'qëndron, bën shkollën, merr vizën e punës së hapur për 3 vjet, pasi ke bërë shkollën për 2 vjet, e merr vizën e punës për 3 vjet, e gjen punë në kategorinë e duhur. Ke 5 vjet në Kanada, ke 6 vjet në Kanada. Po, Nuk mbledh pikët. Kjo është shumë e tmerrshme. Është e tmerrshme, po. Është e tmerrshme dhe impact moralin e aplikantit, number 1, edhe e dyta është të limiton. Do me thënë, e vetmja mënyrë tani që po kthehemi të punëdhënësit, që i drejtojmë punëdhënësit dhe i themi ke mundësi ta nominosh nëpërmjet provincës, që është një aplikim shumë akoma dhe më i fortë. Sepse provinca është pak edhe më strikte se sa mund të jetë provinca e Ontarios, flas gjithmonë, se sa mund të jetë e gjithë Kanadaja. Po mi Lucy, ku është incentiva këtu e di kujt vi, po të kalojnë këtë Jo, sinqerisht. Se di asun. Po 50 janë. 50 pyetje edhe ti nuk e ke të sigurt, si më thonë, nuk e din a do rish a do jo, dhe 50 nuk janë pak. Se siç e din aty në Kanada, po ndaj 50 nuk kthehesh më. Normal. Se e ke kaluar ciklin që ma në fund edhe bësh, si më thonë, bësh i vendit këtu, se nuk janë pak. Po në moment që ti rahatosh, ai tjetër thotë jo, më fjerket s'ka dokumentacion. Këta ka rikur nga një ekstrem, duke në një ekstrem shumë tjetër. Si ndodhi kjo, s'po mundem ta kuptoj. Se di, po më vjen shumë keq kur shikoj klienta që më vinë në zyre më thënë si të bëhem permanent rezident, sepse kam punuar dhe vërtet janë të fortë në punë, kam punuar, kanë dhënë për Kanada, paguajnë taksa. Ligji e vetmja mënyrë që mund të ndryshoj është në qoftë se relaksohen eligibiliteti për letrat e përhershme, do më thënë express entry. Express entry janë si lotaria apo pikët që ti identifikohesh nëpërmjet edukimit që ke, moshës, që 45 vjeç që merr 0, eksperiencës së punës, eksperiencë kanadeze apo eksperiencë jo kanadeze, edhe nivelit anglishtës apo të frëngjishtes. Do me thënë, tani e marrim për shembull eksperjenca kanadeze, që ka të bëjë me 1 vit punë, nuk merr pikët e mundshme, pikët janë mbi 540. Kush të marrë 540 pikë? Kush i merr 540? Po një dentist, që do me thënë dentist, doktor, ato që janë, e kam punën e lartë, kam marrë edhe edukimin, kam bërë edhe ato që quhen testet e duhura, anglishtën e kanë të lartë. Vjen këtu dhe s'punon doktor pastaj. No, për shembull,
kemi një familjar, ai ishte dentist në Shqipëri, erdhi, bëri shkollën, bëri ato exams të duhura, testet e duhura. Ishte shumë afër, bëri testin e anglishtës, moshën e kisha akoma, ishte moshën 30 vjeçare. Anglishtën e bëri shumë mirë, edhe eksperienca që mori në një dental office, edhe i mori pikët, po. Por edhe ajo, kam tani doktoresha që janë tamam doktoresha në për klinikat e tyre private, shumë e vështirë. Sepse mos harroj gjithmonë doktorët edhe dentistat kanë professional corporation, nuk punësohen, kanë korporatet e tyre profesionale. Si puna avokatit në shumicën e rasteve. Po avokatët akoma dhe më shumë punësohen, po spitali nuk të punëson. Të kesh korporacionin profesional tëndin. Kështu që është shumë e vështirë, edhe nuk e kuptoj sepse duhet t'i jepet një lloj drejtimi të paktën për kategoritë e duhura. Edhe fatkeqësisht po backfire, do me thënë nuk po ecën mirë. Mendon që është problem politik më shumë se që është common sense, një logjik ekonomike, sepse në fund imigracioni duhet të ishte një logjik ekonomike për shtetin. Po mos mendon që është keq përdorur tash u fut politika në mes edhe tregohet si më një drejtim tjetër jo i duhur, se hajde bëm këto gabime, tash kalojnë në ekstremin tjetër. Sepse këtu u fut namin, këto 50 e fundit u futën shumë nga gjithë bota, edhe pat abuzime, pat keqpërdorime, po tash ato keqpërdorimet, sikur thënë, e kanë mbyllur për gjithë tjerët. Mendon që është problem politik? Normal, po, biles edhe para disa jave, lideri konservativeve tha që në qoftë se zgjidhemi neve, do ta mbyllim programin për punonjës që vinë jashtë Kanadas. Normal që është politike, është super politike. Edhe kjo gjë na influencon, edhe influencon më shumë personat që nuk e kanë statusin e sigurt në Kanada. Ata cilët janë këtu me këto viza pune që viza pune. Ata domon janë pozitën më të keqe. Ata me pozitën se i mbaron viza punës pas 2 viteve. Ai nuk e din a do vazhdoj, a do punëdhënësi nuk mundi t'i ofroj rrogën e duhur, sepse mënyra se si po e limitojnë është duke rritur rrogën. Do me thënë rroga tani duhet filloj në qoftë se bën Labor Market Impact Assessment në shumicën e Greater Toronto areas, sepse papunësia është 6% ose më shumë, se zbën duhet ja japësh 36 ora, $36 ora. E $36 orën është pak si shumë. Është shumë, përveç se nëse jenë këtë që i thënë skilled worker, e punon për në union, kuptohet. Për union, po. Po këta stako, e këto trade. Tanë zdruktar, zdruktar, marangos, këta që janë skilled workers, skilled, po. Këta merkoti me ardha ty se edhe marrin edhe s'marrin, në shumicën e rasteve vijnë shumë shpejt. Për shembull, zdruktari vjen shumë shpejt sepse Kanadaja vazhdon të ketë. Ka mungesë zdruktarëve, ëh. Por problemi tjetër është, prandaj them që degët bashkojnë me njëra tjetrën, ke real estate-in. Duke qenë se marketi është shumë poshtë, nuk kanë ndërtime. Residential, ndërtimet që janë rezidenciale, janë pothuajse stop. Po. Edhe tani ke këto union me zdruktar, që ka zdruktar permanent rezident e Kanades që janë pa punë. Edhe në qoftë se ti shkon edhe merr një zdruktar nga Shqipëria apo nga India apo nga ku dëgjoj unë, duhet thuash pse nuk shkon tek unioni dhe merr 200 zdruktarët që janë aty, po do ikësh të marrësh nga Shqipëria. Çfarë mund të ofrojë ai nga Shqipëria? Ka pas impakt keq kjo tek bizneset, domethënë. Shumë. Sepse hajta marrë një shqiptar për shembull, cili ka një kompani dhe do më marr disa shqiptar, kushërinjt e tij apo kudo tjetër, thotë më duhen 5 vetë më sjelltu. Po. Tash për punën se shumë a lehtë me komuniku dhe më kuptu me dikën që është si më thonë i etnitetit vet. Tash ai nëse nuk mundet me marrë ata 5 vetë, duhet të gjej dikun tjetër. Po ata duhet të trajnohen në mënyrë tjetër, se ta ndrysh kur i merr 5 shqiptar, e ndrysh kur i merr 5 të huaj që të vazhdojnë se ka lloj punë ndryshme që disa punë marrin kohën e vet derisa të adaptohet një punëtor. Normal. Po kjo ka impakt negativ në ekonomi, me sa funksion e ekonomisë, po siç duket është një counter efekt këtu që duke ndodhur. Është counter efekt, por
logjika mendoj unë se si funksionon është fakti që në qoftë se ti ke nevojë e zëm për zdrugtar, nuk ka rëndësi në qoftë se ti e merr nga Italia, e merr nga Shqipëria, e merr nga Maqedonia, e merr nga Kosova, apo e merr nga ndonjë vend tjetër europian apo të botës. Do me thënë, mund të ndihesh më mirë me njerëzit e tu, me shqiptar mund të shprehesh më mirë, por ideja është jo ndjenja e jote është më shumë ndjenja ekonomike. Do me thënë, në qoftë se ty e satisfy atë ndjenjen ekonomike. Në qoftë se ty të duhet një zdrugtar, s'duhet të ketë rëndësi nga vjen ai zdrugtar. Po. Sepse zdrugtari është zdrugtar i njëjtë në të gjithë botën. Po vetëm këto e ka ndaluar që gjitha ne, across the board. Po, normal është mbyllur për gjithë. Është mbyllur për të gjithë. E tash këta janë detyruar të qenë punëtor këtu. Normal, sepse papunësia, sidomos në Ontario, sidomos në Greater Toronto area, po vete 6%, 7%. Pa, ka ndikuar pozitivisht kjo mbyllje e migracionit, si mendon? Unë nuk mendoj se ka ndikuar, sepse po afekton personat që janë konkretisht në vizë puna. Unë jam kundër kësaj gjëje, për vetë faktin sepse, unë e kuptoj limito të ardhurat e personave jashtë shtetit, po të paktën hap rrugë ose më pak easy me personat që janë këtu. Nuk është e nevojshme që të rriten pikët. Për shembull, nëse ti ke një person që ka ardhur në moshën 40 vjeçe apo 40 vjeçe, ka jetuar në Kanada, ka punuar për 5 vjet, edhe është 45 edhe po aplikon për permanent rezident, pse ai person duhet penalizohet edhe mos marrë pikë kur të futet në express entry. Do me thënë, jo ekstrem në çdo gjë. Ekstrem ndoshta mbyll dyert ose kufizo. Po leto procedurat procedurat për personat që janë ligjërisht këtu, që kanë dhënë kohën e tyre, kanë punuar, kanë kontribuar, për ato persona lehtësoje procesin për të marrë letrat. Po mirë, a ka ndoj si me thonë lëvizje si nga avokatët apo homa avokatëve apo institucione ndryshme për drejtat njeriut e imigrantëve që të flitet, shtyhet kjo agent tek çarqet politike, që thonë që kjo është një gabim që ka ndodhur, sepse nga një ekstrem ka lënë ekstremin tjetër. Kush jep drejtim, se apo ashtu presin dhe zgjedhjet e reja, apo si shkon? Nuk e di, sepse është ti fusësh kësaj pune, është e ke parasysh si puna qepës, se heq një tjetër s'mbarron kur, sepse do t'i futesh, duhet pastaj të selektosh kush janë me punë të vërtet, kush nuk janë me punë të vërtet, pastaj do e hapësh prap kush janë skilled, kush nuk janë skilled, pastaj do hapet prap kush e di anglishten, kush nuk e di anglishten, do hapet akoma dhe më shumë, qa moshe kanë këta person, sa vjet kanë Kanada. Është një proces shumë i gjatë, edhe fatkeqësisht janë edhe kontributet e tjera, për shembull, nga që ka qenë shumë gjeneroze Kanadaja me futjen e personave nga shumë vende të botës, duke qenë se kanë lejuar këtë gjë, një përqindje shumë e madhe është deklaruar si refugjat, edhe duke qenë se janë deklaruar si refugjat, ekonomia ka rënë sepse ka kontribuar, edhe tani shteti ose imigracioni nuk kontrollon dot. Edhe po përpiqet të heqi ato që kanë deklarata refugjatësh të rrema. Po dhe ajo në vetveten e saj mund të marrë 2 deri në 3 vjet. Si proces, sa të dalësh përpara tribunales ose bordit, më fal, të japësh çështjen tënde, o do marrë një 6-7 muaj tjetra, ta apelosh, domethënë nuk të heq direkt. Do ketë edhe ajo 4-5 vjet, 6 vjet derisa të pastrohet. Si quhet ajo ato proceset gjyqësore? Litigation, mediation, discovery, pre-trial and trial. Ato janë, çka janë këto? Këto janë... Këtu kam kurresht jonë. No, këtu nuk është shumë litigation, është më shumë hearing. Hearing, se kjo është imigracioni. Është imigracioni derisa ti kalon në gjykatën federale. Kur kalon në gjykatë federale që je në deportim, domethënë edhe avokati të sjell çështjen përpara gjykatës federale të Kanadas, atje pastaj ke tamam litigation. Sepse e kundrejt ministrit të imigracionit, Council for the Minister of Immigration. Aty ka litigation.
Po aq. Domon, litigation pastaj vjen një mediation S'ka mediation. ose discovery. No, nuk ka as Këtu discovery. nuk kanë në imigracion këto, a? Discovery s'ka në imigracion. Këto janë në criminal law, si duket. Këto janë criminal në çështjen civile. Do të çështjen thënë civile. çash pre-trial, çash trial, do të thënë në kriminal ke crown pre-trial, judicial pre-trial, edhe mund të kesh pre-trial motions, edhe pastaj kalon në trial, ndërsa në çështje civile ke discovery, ke mediation, arbitration, këto janë çështje civile dhe çështje familjare. Mund të kesh edhe mediation funksionon në criminal law, nuk funksionon. Është një gamë e madhe, thash edhe më herët. Unë kam shumë kurreshti, gjithmonë ka interesuar, jo që kam dashur të bëra avokat, por është kënaqësi me qenë avokat, sepse nuk mund është një lëvizje me bo, kur t'jem pyetje për dokumentacionet, ja këto puna e imigracionit dhe këto, më mire më mbarë është me shku për mes avokatit, që mos bëhen gabimet, dhe nëse avokati e gabon dikun, shumë alet e ka me përmisua i vetë, e gjen gabimin më shpejt, se kur e bën vetëm. Edhe i di procedurat se si shkojnë, edhe këto procedura po ndrojnë shumë shpesh po ndrojnë. Është një konfuzion që e ja bërë një plotësim një edhe djetë. Ku e di që ka ndodhë mas sa vjetësh? Edhe ajo është, edhe në qoftë se nuk shkon me një avokat, ose me një konsultant, unë mendoj që të bësh një konsultim përpara se të fillosh procedurat për herë të para, për herë të dytë, duhet të konsultohesh me një avokat. Edhe ta paguash atë konsultimin për vetë faktin që të marrësh një hurit ose një lloj drejtimi për drejt procedurave. Ndoshta nuk ke ekonominë e duhur apo financat e duhura për të marrë një avokat, e kuptoj, po për së pari duhet të konsultohesh me një avokat, edhe me një avokat që është në fushën e duhur. Dhe, sidomos për njerëzit që vinë nga vendet tona, si nga Kosova, si nga Shqipëria, mendoj që duhet jetë një avokat, s'flas konsultant, nuk flas paralegal, flas avokat që e di ligjin, sepse janë shumë persona që shtiren si avokat, ose janë. Gjithashtu janë dhe persona që kanë ndihmuar, kanë pas suksesin e tyre me aplikacione, por domethënë nuk janë licencuar, nuk janë të licencuar edhe updated. Për të dhënë drejtimin e duhur. Për të dhënë drejtimin e duhur. Kur lidhet nyja, aty o problemi më i madh, se edhe shancat për mu lidh nyje në imigracion janë shumë të mundshme. Edhe fatkeqësisht njerëzit nga një herë në shumicën e rasteve duan të dëgjojnë o bëhet, por në konsultimet e fundit që kanë bërë edhe me shqiptarë, jo vetëm me shqiptarë, por edhe nga personat e tjerë i them, vjen keq, po do përpiqen, po s'bëhet. Domethënë, e ke refuzimin 50%, kam klienta që janë nga Irani, 50-60% refuzohen. Edhe ja them, përpara se t'ja marr çështjen përsipër. Eksperienca, praktika tregon që do refuzohesh. Kushdo që të thotë e ke komplet, domethënë 100% do aprovohesh, po të gënjen. Një pyetje për mostaroj këto, për supervizën. Po. Për punën e prindve. Po. Ka plot këtu që ndoshta dojnë një sjell prindit këtu, ose mund mi dërgu një vizë turistike, ose supervizën. Me sa di unë superviza është nëse i sjell prind me marrë një vizë, sa vjeçare është ajo? Deri në 5, po. Deri në 5. Ku është dallimi mes supervizës dhe vizës turistike, në këtë rast nëse dikush nga ne i dërgon prindit vetë që me anë vizitë? Aplikacioni është i njëjtë, aplikacioni është komplet i njëjtë, por dokumentacioni është ndryshe, për shembull duhet të kesh inshurancën, Inshurancën medikale. Inshurancë medikale, po inshurancë private. Private, po. Që shumica marrin për 12 muaj, që prindrit janë kështu. Dhe gjithashtu personi që po i fton prindrit, domethënë djali apo vajza, duhet të tregojë rrogën e tyre anuale, domethënë vjetore për 3 vjet. 3 vjet e fundit. 3 vitet e fundit. Domethënë nëse ti i sjell në superviza këtë vit, do të tregosh taksat e 2024-s, 2023-shit, 2022-shit. Edhe duhet i tregosh për familjen tënde, sa persona janë familjen tënde, nëse je ti, Mirjeta dhe vajza, plus 2 prindrit 5, duhet të takosh atë thresholdin për 5 veta.
Të ardhurat e ke fjalë. Të ardhurat, që mund të jenë 50-60.000, sepse Të ardhurat familjare bruto apo net? të ardhurat e personit që po fton, e jotja vetëm. Të ardhurat e tuja që duhet të jenë, e zëmë që është 50.000 për 5 persona, duhet të tregosh që e ke pas 50.000 ose më lartë për 3 vjetë. Për 3 vjetë e fundit. Yes. Për mu plëcu kushtet për me apliku. E ku është benefiti i supervizës? Nuk ikim për 6 muaj. Mund me ndejt më shumë se 6 muaj. Pa. Këtu, kjo është vetëm e vetëmja që për ata cilë dojnë mi mbajt më gjatë prindit. Pa. Gjatë që ata vdesin mu këtë mi mbajt më shumë se 6 muaj të shkretit, sidomos dimni këtu minus 30. Po. Edhe shumica, sepse bëm për të njëjtën gjë dhe me gjyshe. Gjyshe duan të dalin, duan të flasin, si mund të komunikojnë. Unë mbaj mend që sollëm gjyshen këtu e para shumë viteve, edhe mërzitesha, dua të shkoj, duhet të kthehem në Tiranë, dua të dal, duhet bëj pazarin tim. Me këtë flas këtu me murin. Me murin, di unë, kur e solla nanën time, dje s'pas, to zotin madh, ishte edhe nana e Mirjetës, to mama e Mirjetës. U bo mu i parë, si mon, edhe u knaq. Erdhi java 5 të shoqë, e java 6, a me nada. Mirë. Hajde, po shkojmë një aga falsë. Si bon të përshtypi, fare. Ja, ma borë. Po shkojmë dan me pasientar. Fare. Asgjë. No. Edhe e kemi kusherin këtu, kur kam qenë në fëmijë vogël, nana ka qenë si mon grua e re në atë ko, ajo ka qenë shumë gocë e re, ajo fshiu jonë, Safet e kamen. Ja me nana, shkojmë e vizitu Safet, pa mirë. I kuptoj, ata vinë për ne, vinë me pakujtan, u gëzu që erën pa, tha, po të që je mirë, po të që je mirë me bashortën, ju qëtësu shpirti, kur së më ka pytë gjana, si mi bënde do pytje ma herët, po me ndejtë shumë gjatë, shumë e bujtë me për ta. Shumë. Më duke që i torturojmë, hajde den 2 muaj edhe disi edhe. Si ka thonaj dhe Ervinaj, Bizi dhe Billi. Ishin ja 2 veta dha tonë kohon luvme, dhe kush ishtë një varë Billi, një varë Bizi, nuk di që. Domon, për ta është jeta ma ndryshe atje. Ne edhe përbalojmë, se je marrë me 3 këtu edhe, i kem pasë më ona tjetën e bukur, po kjo ishte interesi im, sepse ajo superviza me fjalë tjera është më shumë se 6 muaj. Nëse dojnë me ndajt prindit të 8 muaj, 1 vjet apo 1 vjet e gjys, a i ka drejt dhe 5 vjet, 3, por duhet gjithmonë insurance, medical insurance, që i thonë me pas. Ato duhet blel gjithmonë në advance për 12 muaj, korrekt? Kur hedh aplikacionin, duhet ta tregosh si supporting documentation. Si supporting, pa ajo duhet paguhet, de facto, se edhe është një minimum, sa është minimumi? Duket ka qenë 50.000 ma herët, ka mund si kam bojnë $100.000. Nuk e di tani, unë e di vetëm pagesat mujore, që janë tek, mund t'jenë $175-180. Se mund ta marrësh, e merr për 12 muaj. Për 12 muaj. Thjesht duhet ta tregosh për 12 muaj, sepse supozohet kur të vish në Kanada, kur të shkosh në spital, larg qoftë rrezikut, apo nëse do t'i çosh te doktori, do ta pagush finë te doktori. Nëse doktori ka $80 për vizitën, do t'ja pagush nënës së babës aty, nëse do bëj analizat e gjakut, t'i kërkojnë, nuk të lejnë. Do ja paguash paraprakisht. Po kjo është thjesht si requirement që të jetë Kanadaja e siguruar që ti po e merr këtë gjë seriozisht. Edhe nuk e abuzon, si më thonë, sistemin e shëndetësor këtu. Do me thënë nuk në bën falsifikimet e dokumentave, themet thash. Mirë, ne kemë përfolur për avokatin, për ligjin, imigracionin shumë, po unë du mu këthy pak një temë vogël, se e këta kërgestin. Nuk, ja e di, nuk s'muj me qupa e ditë këtë se a di që ndodhi në Grand Opening që e pa to. Më tha, ma ndrove dhe mbijem në nuk burë. Ergest brace. Ergest brace, Si e ledzohën, tash, Ergest e Lucy brace. Po, Ergest edhe Lucy brace. Ergesti është Ergest Plaku, mjemnin është nga Korça. Korçar është.
Si e takuar me Ergestin? Me Ergestin jam takuar në 2019 nëpërmjet Instagramit. Ergesti më kam pa në Instagram, nuk e dinte që kam qenë shqiptare nga mbiemri Braçe. Se kam pas atëherë Instagramin e hapur, me që jepja dhe informacione për ligjin, nuk e ka pas ditë që kam qenë shqiptare. Edhe thjesht është fut tek faqja ime, profili im personal që ka qenë i hapur, edhe ka pa komente. Do me thënë komente në Shqip, edhe tha, ç'ne Lucy Braçe, Brace, Braçe si mbiemër nuk është edhe shumë shqiptar. Jo, nuk. Se s'ka qenë, nuk është shqiptar me ç'n, kur ja vend ç'n, po s'kisha me ç'n, e kisha me c. Me c, po. Edhe është përpjekur, u përpoqi shkretit më shkruante në Instagram, po nuk shkonin mesazhet. Edhe në atë kohë ndante zyrën e tij me një person tjetër edhe thjesht ka shtyrë që të takohem me të. Edhe kur jemi takuar, nuk të gënjej. Kur jemi takuar në datein e parë, që kemi dalë bashk, sikur kam pas njohur për gjithë jetën. Edhe ishte i dashur, Ergesti është shumë i dashur, Ergesti është shumë pozitiv. Shumë pozitiv, komunikues, është edhe ka të buzëqeshje, në gjithmonë një buzëqeshje kështu e ka by default, edhe ku të shikon, po. E di, edhe ka qenë shumë e lehtë. Komunikimi me Ergestin ka qenë shumë e lehtë, do me thënë pas edhe një lloj kompleksi. Po ishte bonus kur e mori vesh që është shqiptare, sigurisht. Po, se Ergesti gjithmonë. Ergesti për Ergestin, ai është shumë patriot, ai Shqipërinë e ka, nuk e zëvendëson me asgjë. Me asgjë. Ai për Shqipërinë. Ka thonë vetëm shqiptare. Vetëm shqiptare, po. Vetëm shqiptare dhe shqiptare mori. E mori, Erges Brace. Erges Brace, po. Se e ke bërë bukur këto, Brace, në anglisht i thonë brace yourself, si më thonë. Si përkthehet Ervin Brace, më falë? Përfaqëso, jo, Shtrëngo rrypin. Shtrëngo, po. Brace la, është shumë bukur e ke bërë. Shtrëngo ligjin. Shtrëngo ligjin, ha? Edhe logon e ke fantastike. Consider it handled, po. Consider it handled, konsideroj të kryer, që i thojnë, që është kryer. Tash keni fëmijë, jeni rritur, po zgjoroheni, po vinë ato të veglit, po si është jeta me familje, tash është pak më busy, duket. Shumë më busy, por gjithashtu është rutinë, do me thënë, shohemi në mëngjes, shkojmë në punë, të dy se jemi në të njëjtën zyrë bashkë, do me thënë ai është më poshtë, unë jam lart, tek i njëjta ndërtesë. Nuk shikohemi fare, si që ke pa dhe vetë. Po, e kam pa kur kam qenë. Po, hymja është lartë, do më këtë zyre tjetër, po. Por, si që përka dhe më parë, kur fillova real estate-in, ka qenë Ergesti ai që më shtyu ta filloja, ta hapja degën e real estate-in 2020, sepse nga vetë eksperienca ti dhe nga profesioni ti, për të zgjeruar dhe biznesin tim. Edhe fëmijët, vajzat duan përkushtimin e tyre. Normal. Ergesti punon mortgage broker. Po, edhe me investime. Mortgage broker, Ervin Sibja, në falë se... është ndihmues për sa i përket këtyre ndihma që mund ta marrësh nga banka për kredi, nga banka apo nga persona të tjerë privat. Kushdo që ka me ble diçka në jetë, ka për të investuar, shtëpi, toka, biznese, po. Për këto ndërtime. Ose këta që miren me ndërtime, dojnë me marrë një plaz, apo diçka me ndërtuar, është thjesht me marrë një loan, construction loan. Do mund gjitha i bon. Gjitha, përsa i përket investimeve, apo thjesht persona që duen të investojnë, Ergesti organizon investimin, që pëse do të investosh në një ndërtesë, apo në një plaza, apo në ndonjë varg si thuhet tani, me shtëpi, Ergesti ndihmon. Është shumë biznesmen i suksesshëm, shumë djalë i mirë.
je me fat, po ta them këtu edhe Po tha i është me fat o Gjimi. e vërtet. Sa herë dëgjoj këtë, jam me fat. Gjithmonë thoj këtë. Je me fat gjithsesi edhe ai është shumë me fat. Ne e dim ato, po unë e bëj pak për gacmin, po është... Po bon ato ti, po rregulloni çika të gabimin. Ergeste edhe Lucy Braçe. Edhe Lucy Braçe se i drova mbi emrin, po knash ta ki gabuar me mua, tha. Kështu tu mba, tu qesh. Ma tha çabon. Po më ndrove mbi emrin. Shumë binde ment. Po ja futet tha Ergest Lucy Braçe. Fillu me qesh. Unë e di që është Ergest Klaku, edhe ka i natë me thonë Orgest. Ose Ergi, Çajan, po. Unë ato e di, po i thash ishte pa qëllim dhe e mori me shumë shaka. Kuptohet, edhe ti kishte thonë si çdo gjë. Bravo, Gjema, bravo. Tu na knaqe, na nderove, Gjemi. Na nderove shumë. Lucy, ka bashkëpunëtor Ergesti, ka Adin, Adnan Aditin, është nga Kumanova, vështadim, ha? Po, Adin Adi është shumë i mirë. Adin e kam harru, shpresoj që do të ma falë, Adi. Ta ka falë, Adi është, edhe për mua Adi ka qenë shumë important, i vlefshëm, si Adi, si dhe gruaja Adit, ka Arditin, edhe Arditi. Arditi, po, Zhur. Arditi Zhurda. Zhurda, edhe ai është nga Korça. Nga Korça, po. Është i martuar me Olën, ajo është ukrainas, edhe ato kanë qenë kontribut shumë i madh ndaj biznesit, domethënë edhe Ola bën real estate. Po. Janë një ekip i madh. Është një ekip, është Ben Pepa. Ben Pepa, po. Edhe ai domethënë është gjithmonë ka qenë shumë edhe për mua ka qenë signifikant, sidomos për biznesin, se janë persona që sjellin biznes, më kupton? Po. Edhe gjithmonë thonë nëse ke nevojë me migracionin, shko tek Lucy. Shoqëria e Ergestit e përkohshme që është bërë shoqëri familjare, po dhe shoqëri e përbashkët, janë djem shumë të talentuar, shumë punëtor, shumë familjar, shumë të dedikuar ndaj shoqërisë, domethënë janë shumë të mirë gjithë. Je rrethuar me njerëz shumë të mirë. Jam. Edhe besoj kur thonë që më thuaj 5 persona të ri, domethënë ai është rrethi që ty të bën të jesh si ata ose akoma dhe më mirë. Akoma më mirë. Në qoftë se 5 persona rreth teje janë në një lloj niveli, do jesh tek ai nivel o pak më poshtë. Po aty je diku. Domethënë të gjithë këta janë persona si këta të tre, po dhe akoma dhe të tjerë, janë persona që janë vërtet shumë të mirë. Unë u knaqa, Lucy, kem shumë për të folë, do vazhdoshim ende. Patjetër. Edhe besoj që herën tjetër do takohemi prapë. Po. Kam nevojë di më shumë për imigracionin. Edhe unë kam kureshte, po besoj edhe publiku shqiptar kudo që jeton, në këtë rast ne kuptohet lidhe me Kanadan, ne do bëjmë prapë, besoj që do takohemi të bisedojmë specifik për imigracionin. Unë të falenderoj shumë për përkrahjen që i bini Studios Oda Podcast, jam shumë falenderus edhe Ervini, ty edhe Ergestit, edhe Adnan Aditit, edhe gjithë shokëve tjerë, sepse ju jeni ata bizneset që neve na ndihmoni edhe ke bët këtë podcast mundur. Kështu jam publikisht falenderoj shumë. Po unë jam shumë kënaqur që e ndam një bisedë shumë të mirë, shumë të bukur. Edhe herë tjetër do flasim imigracion. Patjetër. Do kërkojmë tash të sjellim Ervin. Unë do lypi azil politik në Shqipëri tash. Duhet në shtetësia shqiptare. Po. Të falenderoj nga zemra. Faleminderit, edhe do thoya vetëm diçka të vogël. Në gjithë komunitetin nuk mendoj njëri më të përshtatshëm se sa ty, për sa i përket podcastit. Domethënë, kjo ka qenë e pa pame. Faleminderit shumë. E pa pame, shumë faleminderit për ftesën. Është vërtet diçka, një projekt që keni filluar si ti dhe Ervini. Edhe shpresoj vetëm sukses. Shumë respekt. Faleminderit, Lucy. Asgjë, ishte kënaqësi. Shumë faleminderit.